Më herët jemi ndje që jemi të lanur anash, mirë po me kalimin e kohës dhe me aktivitetet të shumta të përbashkëta që i kemi pas me shumicën, do të thotë janë është zbe kjo mendësi dhe tani nuk është për me u lavdu ose me thonë që tani është krejt në rregull, por nuk është siç ka qenë. Është përmirësuar situata në krahasim me vitet apo kohën e kaluar. Patjetër. Do të thotë na kemi edhe kontakte me shumë vëllezër, me shumë hoxhallar të cilët janë nga shqiptarët dhe mendoj në mesin atyre nuk ndihemi që jemi një komunitet tjetër, nga se e dim që jemi vëllezër musliman. Pra bashkëpunimi me juaj me hoxhallar nuk ka bërë që të ndjeni më i diskriminuar ose më i vetmuar. Në përgjithësi hoxhallarët ju kanë trajtuar ashtu siç edhe siç kërkohet. Gjithherë duke filluar nga fillimet e udhëzimit që kemi qenë në mesin e hoxhës tonë të nderuar profesor Dr. Shevqet Krasniqit, i cili mund të them se zëri i tij ka hyrë në çdo shtëpi të familjet e komunitetit. Dhe mendoj se çdo njanin me pyet kush është shkaku dhe sebebi që ju jeni të udhëzuar, ato do të kishin me thonë Dr. Shevqet Krasniqi. Do të thotë na kanë nderuar dhe na kanë respektuar. Duke fillu prej doktorit e tek hoxhallarët, pastaj jemi të nderuar dhe asnjëherë nuk kemi pas jo veç fjalë, po ndoshta edhe nuk kemi vrejt diçka që na kanë diskriminuar.